Të qeshura dhe tinguj muzike pushtuan skenën e teatrit Migjeni në edicionin e dytë të Festivalit të Humorit në Shkodër, nën regjinë Arjan Çuliqit dhe me materiale krejtësisht të reja, aktorët e estradës së teatrit Migjeni dhuruan një mbrëmje të paharrueshme për publikun shkodran. Humori i pastër shkodran, si e cilësojnë vetë kolosët e artit, mbetet vlera më e çmuar e këtij festivali. Jemi munduar që kësaj herë të japim rëndësi për zgjedhjes së materialeve dhe për zgjedhjes së interpretëve. Materialet janë përzgjedhur jo vetëm për atë humorin e pastër, por edhe si tematik të jetë ndryshme. Ka shumë larmi zhandrash të humorit. Ne kemi punuar shumë, kemi punuar edhe kemi një muaj që punojmë për të arritë këta dhe besoj që publiku e meriton shumë më shumë. Sepse publiku i Shkodrës e don humorin, sepse është një nga simbolet e këtij qyteti është humori. Është viti i dytë që kthehet kjo traditë, edhe më shumë se sa Shkodrës më duket nuk i takon kërkujt në Shqipëni. Ky quhet festival në fakt. Ne kemi ftu nga gjitha rrethet edhe nga Kosova, nga Maqedonia, qytetet më të largëta tonë. Do t'jenë për natë, mendoj se shkoj mirë, shkoj bukur. Dhe më thënë, Arjan Çuliqi e tregoi vetin edhe një herë si regjisor, spektatori u knaq, pat reagime, humori shkodran nuk ka nevojë për banalitete. E kemi pas gjithmonë. Është shumë e bukur që po kthehet tradita e festivalit humorit në Shkodër, e ku tjetër përveç se në Shkodër. Humori e ka shtëpinë në Shkodër. Edhe interesimi i jashtëzakonshëm i spektatorëve shkodran, sa vetëm me 2 ditë publicitet janë shit biletat edhe për ditën e fundit. Kaq të interesuar janë sepse njerëzit kanë nevojë me qesh. Nga Amerika, aktori Sander Ruçi solli idenë e një projekti madhor. Shkodra ka nevojë për një teatr të ri, një hapësirë dinjitoze për shfaqje të mëdha, në përputhje me traditën e artit shkodran. Prita me shumë kënaqësi ftesën. Shkruva materialin, posaçe për Zylin, për takim me Rozafën, po mendoj ishte një mesazh që Shkodra nuk des, publiku e lë impaktin. Jam i kënaqur, sidomos kur ke edhe partnere si Zylin, këra në total është numri 20 që kena bashkë në karrierë dhe kjo është i treti takim me Rozafën. Proj bilet që i të lirohet i fije teatri, se kjo atë tempull i madh ka fanelen e ranë, mirë po ka dynje pa dasht me fy kërkën, ka dhe krune, ka dhe rubajire. Unë jam mi mendimi të arrujnë teatrin, kjo është tempull i madh, ka neri kombit. Kam përshtypjen në sensin e dashamirësisë gjithmonë, tham, duhet një ndërtesë tjetër me aq fryval vullën, me pas koncertet të tipit të Inva Mulçe. Edicioni i dytë i festivalit mbarkombëtar të humorit do të vijojë deri më 8 dhjetor, çdo natë në teatrin Migjeni me artistë të ftuar nga e gjithë Shqipëria.